الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وتكريما لشأنه ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه ولا إله غيره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار Gjëmatlit nderuar. Ska dyshim që falëndërimi takon të mua Zot Xheleshano. Ne atë falënderojmë dhe vetëm për ti falë, rahmet dhe mëshirë kërkojmë. Dëshmojmë atë hak, jo vetëm me gojët tona, po edhe me gjymtyrët tona, po edhe me zemrën tona. Siç dëshmojmë hak Muhamedit alayhi salatu wassalam, pa cilin nuk vlen besimi jon dhe pa cilin nuk do ishim të ndinjo, po mos kishim profetën, po mos kishim Kur'anin si libër. Në tre ajete që Hoxha lexon gjithmonë, që shkalon të di profet alayhi salatu wassalam dhe që fillon të ligjëratët e tij. Ky ka qenë presidenti i Islamit alayhi salatu wassalam, i cili gjithmonë ka pasi formulë dhe të mësonte përmendsh, jo si njerëz sot të cilët e marrin sy këto. Po ai mësues ka qenë analfabet me status, po i mençmi i dinjollikut me status tjetër ke Zoti. Ai nuk dite, nuk mësoi dhe nuk u shkollu, dhe nuk u doktoru, dhe nuk u magjistru si kur kemi një sot diploma tona. Po që edhe ndërojmë edhe Zot Xheleshanu me mrekullinë e mrekullive, edhe Kur'anin, dhe jo vetë që mësoj, po ja shpjegoj, po e boni më të mençme gjithë kohërave, po e boni të dalë shkencëtar mbi shkencëtarët, dhe më të ditshme dhe gjenin më të madhe që ka pa faqja dhe jotë. Dhe sti mos ndodhe ndryshme me këtë rob, kur i modhe Zot Xheleshanu, vjen në thotë Kur'an, ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk ishte as baba këtij dhe as gjyshja e tij, para se të ishte profeti i Zotit dhe vula e gjithë pejgamberëve alayhi salatu wasalam. Ndaj në xhamot, njerëzimi në gjithë kohët e tij për ta futur në rend jetën çdo popull, madje çdo bashkësi njerëzit ka vendosur se çka quhet kushtetut, ligj dhe norma dhe kode të cilët mbas sa të hecin. Ti gjen në shkollë ka rregulloren e vet, në punë ka rregulloren e vet. Ke në manufaktura ka rregulloren e vet, në fabrika ka rregulloren e vet, në bashki ka rregulloren e vet, në shtete ka rregulloren dhe kushtetutet e veta. Ndaj dhe ky dini më nuk mund të ishte që të ta mjatë njerëzimin në çdo kohë, nuk do ta uzonte të rruga harit pa pas kushtetutën dhe librin e vet mallëmshëm që është Kur'ani, i cili në ndryshim me tjerët është kushtetut që nuk ka një ndryshim që ditën që ka zbritë deri më sot, e deri kur titoi njeriu funit në të botë kur të mori oksigjen për herë të fundit. Pse? Sepse i modhe Zot Xheleshanu është garanti i këtij libri. Dhe garancia ka kuptim të shumë, por nuk është çështja e hyjtjes tonë sot. Çështja e hyjtjes tonë sot xhamatlit nderuar është qadiet e insan el kubra, është çështja e njeriu me cilën e ka prekë i modhe Zot Xheleshanu në Kur'an. Çdo kush prej nesh ta pyetësh ku ke qenë para 100 vjetësh, ne nuk kemi në mesin tonë këtu. Njëri që i ka 100 vite ymër, inshallah i bafshim 100 vite ymër. Biles edhe më tej, lutim Zotit me iman dhe me Islam. Ta pyetësh ku ke qenë para 100 vjetëve, ngresu po nuk e di thot. Po sot gjyshin ta para 200 vjetë që pas njofë, më thot nuk e di ku kam qenë vjet para 100 vjetë që të njoh para 200. Mirë po, shikoni aty që
gdhendi Islami dhe Kurani për çështjen e njeriut teksa vetë ke sure e cila ka qenë suratul Insan. Dy ajete ka për hoxha dhe të komentoj shumë shkurt. Thoti Molla Zot Xheleshanu, hel ata lil insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Në këta jetë kuranori Molla Zot Xheleshanu shpjegon njeriu ku ka qenë, ku është dhe ku do të jetë. Shumë shkurt. Kemi qenë barqet nanës. Dhe shikoni rëndësinë të madhe Zot Xheleshanu la ilaha ghayru, ty si embrion, si fetus. Që momentin e parë ku mbin në atë që quhet foleja e nanës, në mitrën e nanës, i Molla Zot Xheleshanu ty të kanë emër, të kanë hisab. Që ty ndoshta s'ka hisab as nona as baba, nuk e di, ti mund të jesh fosh një që të dalësh nesër gjallë apo të jesh që i shkrepme, po bosh. Dhe ko që i Molla Zot Xheleshanu, që momentin e parë, të vjen të tregon ty kujdestarinë e vtat, kujdestarinë për ty, që nuk e tregon as nona, as baba, dhe as i afërt. Dhe fasat e njeriu, siç po thot Kurani, dhe siç po thonë edhe shkencat sot sociologjisë, thot fëmia thot lind foshnjë, pastaj kalon një kohë bëhet fëmijë, pastaj vjen një foshë tjetër që bëhet nga ty adoleshent, nga adoleshenca në rini, nga rinia në të rritur, nga i ritmi në burr, nga burr në plak dhe nga plak për udhëtimi për botën tjetër. Të janë fazat e njeriu që shpjegon në Kur'an. Mirë po, do me gdhend libri i Zotit me thotë që shikon, nuk ke si tjerët, që kja ardhë thotë dhe di ikë shkot. Rasti njeriu të shumë i çuditshëm gjëmot. Dhe shikoni si shtash në jetit e kujdestarinë dhe riajetin dhe për kujdesin që dërgoni Molla Zot Xheleshanu kur jeti në barkun e nonës. Aty ku jeti aty të bi ushqime. Dhe kur fëmia, kur dilka dhe kur linka, dhe po thonë gjithë ato të cilët kanë dëshmu dhe historia tregon që asnjë foshnjë në faqen e dhejut, përveç njënit që nuk ka qajtë gjithë foshët e kur dalin nga barqet e nënës, gjëja e parë që bëjnë për tregu që janë të shëndetshëm, që janë gjallë, që janë aktiv, qajnë me të madhe. Dhe fia vjen e shpjegonte, po edhe shkenca vjen e shpjegonte. Unë të ndalin nga aspekti vetar sepse shkencën e lexoni vetë. Qanë thonë ulemot për 4 për 5 arsye. Qanë sepse del nga vendi ku kishte ushqimin garant në një vend që nuk e din ku ka ushqimin. Dhe dini ciklin e nënës e cila me atë kërtisës si Molla Zot Xheleshanu ka bëjë që këtë embrion të arrisi ta marrë 9 muaj në bark, duke i dhënë rrezikun dhe ky embrion rritet pa punu, pa lodhe, pa asgjë tjetër. Çdo gjë e garantuar. Dhe qaka sa ditën në barkun e nënës sepse e humb ushqimin që e merrte nga mrena. Mi po shikoni atë që ka emrin Rezak, furnizuesi, i cili i ka marrë një dritare të ushqimit, për i ka dhënë 2 gjitë e nanës, i ka dhënë 2 burime, pra nga 1 ka dhënë 2. I ka bëu mirë, s'ka bëu mirë. Pa ti kur të merr njëri 1 dhe t'jep 2, ka dhënë hesab. Dhe jo vetëm kaq. I ka bëu qumsin e nanës që kur o vera ta ketë freskët. Dhe kur vjet dimri ta ketë ngrohtë, pas çka si është temperatura? Pse? Shive konservatën e nanës, për cilën Kurani thotë dhe feja thotë, pra një ka në detyrim bija e Ademit 3 herë me ndëru nanën dhe 1 herë babën. 3 herë në po ul asaj dhe 1 herë babës. Jo vetëm kaq, por foshnja qaka kur linda nga barku e nanës, pa kuptuar që ka humb i burim ushqimit i ka dhënë Molla Zot 2. Qaka sepse nga reatliku që ka të barkë nonës zë gjojnë garantume në sikletet e dënjos. Dhe filloj botë e cila është perpeci, aventura. Qaka o bija Ademit sepse mrena në barkë nonës nuk pas detyrime që që të ketë kur të rritët. Falma në gjenim, detyrime tjera, me ma qpi, me punu, me arsimu e tjera të më radhë. Njoni s'ka qartë. Dhe njoni një Molla Zot Xheleshanu ka ndëru pa qajtë, me ka lind foshnja, madje përveç kësaj ka bërë mrekulli që të flasë në momentin sa ka le. Dhe e bëhet lafe për Isain, birin e Meriemës,
që kështu çështja nuk është ke mrekullia Allahu xhaleshano, por është ke ai që thash fazat e njeriut dhe rëndësia që ka dhënë Kurani kësaj krijese të lavdishme, për cilin i madh Zoti xhaleshano thot: "O qad khalaqtuka bi yadi", do të kam kriju ty o bi Ademit me dorë të mia. Mirë, po cilin fëmia? Shkurt, ai që ka ardhur profeti alayhis salam, ka ardhur dhe ka thonë kullu mauludin yulad ala al-fitra. Çdo krijesë e Zotit që lind nga barku nonës, lind me atë natyrshmërinë e vet pastër. Dhe besimi jonë i drejt xhamat, meqense ne rrojmë komunitet ku ka multi fe. Ne jemi të besimit që fëmia kur lind nga barku nonës nuk lind gjë njoftar asnjëherë kur. Lind i pastër, i kullumën. Libri i tij është i pastër, fletat e tij janë gjithë bardha. Dhe nuk kemi me teorinë që shiko, gaboi baba jon dhe ne të morëm me vetë mëkatin ku. Madje edhe ke ligjet me cilën gjykojnë shtetet sot, nuk mund të gjykojë gjykatësi për fëmijën që është hajn dhe këtë gjykim të japi babës. Dhe thotë hajde të morëm edhe babën vetë atij. A keni dëgjuar? Që kështu edhe në fe nuk mundesh të dënohesh për gjunafën dhe për mëkatin dhe për shkeljen dhe për arrogancën që ke bërë ti dhe dënohesh dënohet kush tjetër. Fëmia xhamatit dënuar nuk lind ka artist, pas futbollist, pas i mençëm, pas shkencëtar, pas me profesion, pas edhe i kriminal dhe i lig, pas edhe zinjaqar dhe alkoolist. Kur bëhet ai? Bëhet atëherë kur nona dhe baba i shkatërrojnë me durrë të veta. Pra linka i pasër, i modë sot e ka dhënë dhurat, linka me drejtën për të jetu, dhe kur thot ajo që pasërtia që thot Kurani, ky lind me la ilaha illallah, çfarë thot? Dhe te ka provu unë, edhe çdo kush për jush, merr fëmijën e vogël, edhe sa është i vogël ai, në momentin që s'është për ly, kjo natyrshmëria e tij, 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç, deri 5 vjeç, i thon ku po ikim, thot ke xhamia, thot pse? Aty do fanë thot për Zotin. Kush e mësoi? Ku ka vetë tima dhe rebesh dhe shi, fëmia ka frikë, edhe thot babë mbro thot, arsye çfarë? Pse thot se e kush e ka hullë pyet? E ka hullë Zoti. Kush e mësoi? Dhe ja bëj edhe pyet fëmijës të sene të tjera, ku qëndron Allahu, qëndron lart në qiell. Kush e mësoi? Ndërkohë që mja për binin Ademi që u bo 20 vjeç, 30 vjeç, 40 apo 50 apo 60, dhe thotë se di, thotë se kena ardhur, as nuk e di kush e holl shiun, as nuk e di pse shkojmë në xhami, as nuk e di pse falna, as nuk e di pse i bëjmë detyrimet, ndërkohë që ky fëmijë e di, madje ky vetë vjeç ka qenë i vogël, i ditë ato sene. Pse e harroi? Erdhi dikush ke profeti alayhis salam, atë që mori kocë me veten dorë. Histori me tregu, me mësu, jo vetëm pyetje, po edhe ato të cilët ato lexonin. Erdhi dhe ja shiu Muhamedit alayhis salam kockën e bone thërmije. Edhe pyeti o Muhamed, ka Zoti jot merrin gjallë. Pse? Se vjen vetja jonë. Kur mësojmë dhe kur kalojmë me fakultete dhe me doktoraturë, me sene tjera, dhe mësojmë nga shkencat e jetës, fillon më hoshti pastaj. Nga i pasër që ke lind si musliman, edhe kur ke qef fëmijë, ke ditë sene, dhe ke pas me orientate, kur fillu të rritesh pastaj, ke fillu të lëshosh ato. Pse? Se tu ka vetja ndaj dhe në mes të njerëzimit në udhë billah, historia e njerëzimit pas ka njoh njerëz të cilët pas kanë thonë vetes tyre Zot. Në ty ka qenë Firauni me shok. Që nona baba e lindit pasër, po kur ju rrit menja, dhe të njerëz të cilët i rritet menja, prej leku që kanë prej pozitës, dhe thotë, që më duhet më feja, thotë dhe xhamia, thotë, që më duhet më kohë Zotit dhe që më falën, thotë. Mi pa harroni shketi, shive që përgjigje ta profeti alayhis salam, ti që ja mori koskën dhe ja shiu përpara. Thërmije. Që thotë alayhis salam. Do të vetëm që të ringjallët. Jo vetëm që kata thotë me kriju prap, dhe me kriju prap. Dhe të ringjallët, po i thotë ti thotë që ke këtë lloj besimi thotë, mos ta bëj Zoti marrë me hyn xhenet. Dhe Muhamedi alayhis salam keni djuni një që të mëkoje, me bëhet lava për personin i cili don të udhëtate me dinin, me fe, me gjykimin e Zotit, me fuqinë e Allahut te leshanu, për të zbritur ajeti kuranor tek ato dimon Zot dhe në fjola. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Na solli shembull thotë dimon Zot për pa fuqinë tonë, gjoni se skemi ne taka. Dhe harroi thotë kalumën e vet. Ku ka qenë? وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم. Filloi të polemizojmë Allahu xhaleshanu që a e bën kockën përsëri njëri apo jo?
thot i Madh Zot xhenet, "Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra." Fuqia e Allahut xheleshanu është ai i cili të të ringjallë ty siç kanë ngjallë ty herë për herë para që dalë faqen e dhëut. Pse mos kujto ti doon që jemi produkti i nonës së babës, ato janë vetëm sebepe. Dhe sa çifte mielin sot mos mbin asgjë. Dhe sa njerëz kemi sot, të cilët përpiqen me pas i gjysë ulati thot. Jo një, me pas plot, po gjysëm do vetëm të një herë që produkti im nuk i jepi Madh Zot xheleshanu. Dhe spro, e kena 4-5 ne, s'themi një herë shqyqyrë, dhe nuk themi një herë ku beqëmi ku e bëjë dikojmë. Dhe këtë thot që ti e burë. Pse e burë? Se ke përgjigje në ditën e Kiametit me thosë Zotë që më 4, po unë i kam 40 përgjigje për ty. Kur vika 7 vjeç, profeti alayhi salatu wasalam dhe 10 dhe më tepër sa kaq, shumë shkurt xhamot, vjen edhe thot: "Muru auladakum li salati li 7 wadribuhum alayha li 10 wa farriqu bainahum fil madaji." Auladi po e moshë 7 vjeçare ka drejtim tjetër. Duhet me mësu të sene. Dhe kur bëhet 10, duhet me mësu, me eduku, po edhe me përdorë herëte. Dhunë, ja. Kjo është me eduku. Dhe jo me ndëshku fëmijë. Dhe kur arrin moshën pekurisë do të ndani thot nga krevatët. Sot ka luks alhamdulillah që fëmia djali ka dhomën e vet, çika ka dhomën e vet. Po dikur pyetni baballar ato. Që kena gjallë. S'ka pas atëherë dhoma e ka noqe ky këtu ky atje. Gjithë i vend. A moshim se feja ka net ke versioni origjinal i ndërtimit familjes. E ka ardhur ka thonë që kur të vinë moshën e pubertetit, që fëmia bëhet 13 vjeç, 14 vjeç, ndani nga shtrati me njëri tjetër. Sa kanë qenë fëmijë, flesin dy vëllezër apo vlla me motër me njëri tjetër. Ama kur vjen kjo moshë ndahet. Dhe vika moshë më delikate, moshë 40 vjeçare. Për cilën ne kena në shtëpi, në shoqëni ku diun sa 40 vjeçare. Çto ka feja për 40 vjeçë, thonë në momentin e thotë Kur'anit që ky njeri as moshën 40 vjeçare nuk është drejtu ke Zoti që lëshon më ti, më ke ai më spit më hajër, janë la durë. Vetëm po tash Molla Zoti lëshon që ta uzoj rruga hajër. Në kohë që për moshën 60 vjeçare, ulemoja pas ka ardhur të thonë, kur robi shkon 60 vjeç, duhet ta ketë pleqë finin e vet me durë të veta dhe me lekë të veta. Kjo nuk po përshti frikën. Po them atë që kanë thonë të mesme. E moshën 60 vjeçare, ti mos merr mo siklete kësaj bote. Jo kam, jo s'kam, bleje që finin ta. Që do të thotë përgatitur për botën tjetër. Jo shku nuk është qëllimi me shku me blej bezën e parë. Se do ta blejnë me shkret dyën e më bashkë. Mos ke dert. Ato legët të gjenë për ty. A mos do të thotë që ti mas 20 vjeçë ktheje mendjen tate. Dhe mos e le dynjolliku për ahiretin, ama mos harron ahiretin për dynjollikun. Një parim pas ka kimia, e cila thoka ndër tjera, edhe kjo është parimi e ateistëve, xhamot, kur ne i mesin tonë mes shqiptarisë për të duk më të mirë. Këtë tjerë, sidomos në prag të asaj që le të themi është veni jon apo vendet tona të që duan ta nderojnë pjesë e familjes madhe, edhe ato njerëz ndalen, që deri ka qenë i vogël një sonte Zotin, dhe babën e ka pas hoç, dhe gjyshin ka pas haxhi, dhe sto gjyshin ka pas përnushëm, vjen thotë që unë do të besoj thotë. Pse? I besoj parimit kimis i cili thotë el-mada tustahdaf wala tufna. Që do thotë proteza landa para që ka filluar qenia e ekzistencës në botë, pas ka ekzistuar dhe nuk shuhet kurrë. Çka ndesh me tonë do të fjalë. Çi se komenton feja. Ky lloj parimi do thotë që njeriu nuk ka prejardhen nga fuqia e Zotit dhe nuk do ketë gjyq para Zotit. Pa me të mohu fillimin të dhe fundin të. Që të thotë i botë që dush. Kjo parimi ateizmit, me cilën popojt sot vazhdojnë të luftojmë sepse në bazë kësaj jam prish, edhe vazhdojnë të prish në shoqëri dhe ne ja vujtëm bicikleti 40 sa vite ku na mohun fen, dhe kur prishën kisha dhe xhamia dhe shqiptaria mori udhën dhe erdhi si punë baktisë që nuk dinte ku shkonte dhe nuk dinte kush ishte bariu. Pse? Si besoj ti parimit ateizmit. Kemi ardhur nuk e dim dhe të shkojmë nuk e dim. Ky është parimi i tyre. Nuk e dim dhe të shkojmë nuk e dim. Çish nuk e di valla. Ti ke drejtimin ta mjes kur të ngresh, ku do shkosh, ku do vish, ku do falësh, ku do bësh detyrimet. Më e bukur është që duhet na heqni atë që quhet benzimin botën tjetër.
Dhe ymri xhamat për ta fundu, që ka nimet për të marrë Zoti Xheleshanu. Gjithë keni ndu kur dikush ka jetë, ka rrojt 110, 120, 130 dhe ba marrë një intervistë, që i thonë? A keni ndu që i të thotë gazetare? Thotë zotni, thotë, që keni majtë vetën, thotë, që ushqimi keni përdorë? Që ke hongër mjesin, që menu e ke pas, që ke bo sërbitje, që ke konsumu, harron kjo shkrete që jetë nuk e ka për ushqimi, pse? Po mreti hanë në mishë sa jetë nuk e ka ymrin 110 vjetë për 120 vjetë. Për të thotë Alehi Sallatu Sallam, më i mirë në mesin tuaj ose ai robi cili ka ymrin e gjatë dhe amelin e shumët. Vika, dhe atë që ju thash pak kërvasi për ta mbyllur, i modha Zoti Xheleshanu nuk pas ka moment më të vështirë për robin, kur në botën tjetër nuk të di sa jetë ka jetuar do dynjën kur ka qenë. Dhe ti kur harron thotë Imam Gazaliu, nuk ka moment më delikat për njeriu i cili kur pyetet botën tjetër dhe ky thotë nuk e di thotë sa ka mbrojtur. I thotë Imam fare, absolutisht. Dhe nga e ka këtë xhamat. Ulemoja e thotë për dy momente. Ose e ka harruar nga frika që da gjë, sepse të dhjepët libri vetë, iqra kitabek, kefa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Hisabin botën tjetër, si thotë Kurani, do ta bësh vetë. Dhe nuk do ta bëjë ty dikush tjetër. Dhe thotë i Zot, lexo bia e demit librin tatë dhe më përsa je ke jetu dhe çka ke bëu dhe ç'ke ke bëu. Që do thotë gjithë veprat dhe amelin tonë që kemi bëu këtë botë do ta lexosh vetë para njerëzve. Po gjërat e turshme, aty i ke. Dhe nëse ti kam qenë Zotin të njoh, botën tjetër do të shfaqka. Do të jepë kështu, me lexu gjithë para njerëzve, para miliardë krijesave. Jene përgatitur nimi në gjithë fshetat tona, dhe të pistat tona, dhe të metët tona dhe ditë, jemi në njoh, kemi ko për tobe. E kullu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.